Ish prokuroria speciale Katica Janeva e dënuar me 7 vjet burg dhe e burgosur në Idrizov që nga viti 2021 në fillim të kësaj jave është liruar me kusht dhe është rikthyer në shtëpi. Drejtori i burgut të Idrizovës Zoran Jovanovski sqaroi se Janeva ka përfituar lirimin me kusht dhe se është e obliguar të paraqitet rregullisht në gjykatën themelore penale në Shkup deri në përfundimin e plot të dënimit 7 vjeçar. Më herët lirim me kusht kishte marrë dhe ish-ministrja e punëve të brendshme Gordana Jankulovska, e cila të dënimin në repartin e grave së bashku me Janevan. Jankulovska ishte dënuar për rastin e blerjes së Mercedesit luksos për ish kryeministrin Nikola Gruevski me parat të policisë. Personat e liruar me kusht janë të detyruar të respektojnë një sër masash, përfshirë ndalimin e kryerjes së veprave penale dhe paraqitjen e rregullt pranë autoriteteve gjyqësore. Mos respektimi i këtyre kushteve sjell rikthim në burg. Në korrik të vitit 2021, gjykata e apelit në Shkupje konfirmoi Janevës dënimin me 7 vjet burg, në të cilin përfshihet edhe koha e kaluar në paraburgim prej më shumë se një viti. Janeva u dënua së bashku me Bojan Jovanovskin, i cili u shpall fajtor për shantazh në vlerë prej 1 milion euro ndaj biznismenit Orce Kamçev. Sipas aktakuzës, parat ishin marrë për të ndikuar që Janeva t'i ofronte Kamçevit marrëveshje dhe të shmangte burgun. Janeva u dënua për marrje të rishfetit, përfshirë një divan dhe disa mijëra euro, të cilat sipas pretendimeve të mbrojtjes nuk u dëshmuan qartë para publikut. Pas arrestimit të Janevës, prokuroria speciale u mbyll me mbështetjen e të gjitha partive parlamentare. Rasti perandoria kundër Kamçevit vazhdoi, ndërsa ai pranoi fajsinë dhe arriti marrëveshje me drejtësinë, duke vuajtur më pak se një vit burg në Strug, në burg të tipit të hapur. Vitin e kaluar Janevës i ishte lejuar të punonte gjatë ditës në zyrën e avokatisë së djalit të saj në qendër të Shkupit, ndërsa në mbrëmje të kthehej në burg. Megjithatë, pas ardhjes së udhëheqësisë së re në drejtorinë për ekzekutimin e sanksioneve, një kontroll konstatoi se ajo nuk ishte punësuar aty, ndaj është hequr ky privilegj.